Tash është koha që të vazhdojmë edhe me një lidhje direkte tjetër, ku do të flasim për 3 dhjetorin, që është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar. Endret Januzaj, si aktivist, gjithashtu edhe humanist i aftësisë së kufizuar në kuadër të komunës së Deçanit, organizon ekspozitë së bashku me bashkëshortën e tij për ditën e personave me karrocë, duke u solidarizuar kështu me gjithë ata që sfidohen çdo ditë. Një ditë për të ndalur dhe për t'i parë aftësitë e jo kufizimet. Unë kam kënaqësinë që kam të ftuar për mes saj lidhje direkte Endritin, edhe po i them mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Gjelina. Mirëmëngjes, Endret, çysh je sot? Mirë, faleminderit. Mirë, juaj jeni mirë? Mirë, faleminderit edhe na, çështë gjithmonë me mëngjes. A e ke piti kafen halo? A je kthjell, a je bu gati për aktivitetet që të presin sot? Ja, me të thonë drejt, kafen në mëngjes se kumbi alo, po të bu gati për aktivitetet që i kemi sot. E kem një organizim së radhe, ke bu edhe si event, i kemi ftun prej shoqata. E kemi për kodër të komunës, këtë organizim. Organizatorët kanë qenë, janë Antikona Dabishaj edhe Gjendjana Iberhysaj, këto vesë janë të komunës Deçanit, edhe këtë organizim të ekspozit e kem bu edhe vitën e kalum, mirë po këtë vit kemë vendos me bu e thirr edhe persona shoqata, familjarë që provum e kështu me radhë. Personalisht, unë vetë jo vetë si aktivist humanist, po kom dasht me bu një solidarizim, me rri ndërgjithësimin pak ma shumë. Kom pas vetë sfidat në dhoja njetë, po kom hala, edhe i kom kuptu shumë. Unë jo vetëm që e boj vetëm sot, e kom bu edhe një ku që 6 vite për thujse, e boj non-stop, sa që tjetë ka nevoj rastin karroca, jam të bo dhe tash. Po sot e kemi një ekspozit me piktura, këto piktura i ka bu bashkëshortja, edhe janë të punu me, nuk besoj që nuk kanë qka flasin, se janë të punu me shpirt prej vojave që edhe beti kom pas, mirë po, i kemi prej kështu më rastet personave me aftësi të kufizuar, jo vetëm një kategori për personave, për shembull karrocë, po i kemi prek me autizëm, me sindrom e kështu me radhë. Shumë mirë që keni vendosur pikërisht në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar, me shfaq këtë ekspozitë me piktura kaq të bukura, edhe do me thënë se që po e përmend edhe vetë që i ka realizuar bashkëshortja e juaj. Endret, tregon pak pastaj pas ekspozitës të piktura, a kanë me u ble nga qytetarët, apo qysh ka me qenë? Me thonë drejtën, unë vitën e kaluar ka qenë sa më jetë ekspozit, kanë qenë një model i piktura, ka qenë ekspozit 3 dhjetore, po jo që kur sot. Po kam dëshirë këto piktura, njëherë me shposit të komunë, për me rritë ndërgjësimin me bo pak më të madhë, edhe në vazhdimësi të shohim, po jam të jemi të mundu, besoj që kemi mbërim me mujtë edhe për mishit. Këto mjetën me i përdor për persona masi të kufizuar, me i përdor për ndihmë e kështu me radhë. Endret, mundesh më tregu se ku qëndron Kosova në krahasim me vendet e rajonit sa i përket personave me aftësi të kufizuar dhe pikërisht kësaj dite ndërkombëtare të tyre? A dallojmë shumë apo jo? Dallimi është shumë i madh, nuk për persona me aftësi të kufizuar, persona karrocë, mund të thonë prej asaj pe përvojës edhe pe fakteve që po e shoh, nuk ka diçka të mirë për personalisht për këta njerëz, po njeri nuk duhet mu thyë asnjëherë, na duhet me pa një tjetrin
sfidën një tjetër, du me po edhe me kriju një lloj force, ajo me na motivu edhe me na muaj më të fort, për me po në vazhdim që mundu me ja dalë bashkë. Dërsa institucionet mendojnë që po bojë mjaftueshëm për qasje dhe përfshirje të personave me aftësi të kufizuar? Jo, ata mundohen, po besoj që përveç për marketing e kanë se kështon faktet janë tjera. E cila kishte me qenë ndërthirrja jote për institucionet shtetërore të Kosovës? Çka duhen me bo? Me pasmujt këtë qëto regla që i thojnë për mes televizionëm edhe bojnë marketing, mos me bo veç për një dit edhe haj, po me i plotësu kushtet bashkë qështë njerës ka nevoj. Janë të kekes, e kështu që me mujt me ja plotësu kushtet si kushtetet e tjera europiane shkon mirë. E drejtë, sa është e vështirë me bo aktivizëm, se edhe vetë përmendet që shumë vjetë janë bo që jetu marrë me aktivizëm, e sidomos me qenë edhe pjesë personave me aftësi të kufizuar, sa është e vështirë që ndoshta vetë me janë dalë në banë? Po, shumë problem. Shumë problem, po mu personalisht, po një mujnë edhe njerës të vëllet mirë, se me thonë drejt, kushtet e njerëzve që mbesin karroz ose ka një kërkes, ty ne janë shumë vështira. Të unisë prej inkontinence, prej karroz o mjetëve elektrike, po është problem me janë siguru. Edhe mas nej, sot do jam të mundu edhe mi motivu po aksione përveç soj, çdo herë edhe një mesazh motivus, vetën ndoshta e mundoj ku s'duhet për hatë në tjerëve mirë, po është problem i kuptu rastet që mbesin karroz. Kanë edhe një problem psiqik edhe një lloj nervoze që është e kuptueshme në kohë të sodit, në kohën që po jetojmë edhe vështirë gjithçka për ta. Mirë, po mundona me ja dalë se situatë shumë e vështirë është. Ndërsa rinia është e përfshime heshtë për këto aktivitete, sidomos në ditën ndërkombëtare të persona me aftësi të kufizuar, ose çka duhet me bo që me u përfshi rinia sa ma shumë? Rinia, po, është vërtet. Me marrë shembull prej me shkon mirë, me këtë shembull mu solidarizu edhe me tjertë, në qëtë formë i shkon super. Unë këta dhe jam të mundu vazhdimisht me bo, po besoj që të ndikoj për arri, po letë shohim vazhdim. Sot, aktiviteti që ka më mbajt, do tjetë të kompleksi Fetnete Ramosaj në Deçan, në komunën e Deçanit. Kështu që krejt të interesuarit që përna shojnë në këto momente, po ju bëjmë një thirrje që me ardhë dhe me marrë pjesë në aktivitet dhe me i pa pikturat nga afër. Ajo mbetet edhe ekspozita, besoj që mbetet dhe hapte, kur do ka mundësimu dhe marrë me pa, është po bashkë qendër njore, është kodër të komunës të e kemi po, me që për me edhe, një falëndërim e bujmë për kryethore Bashkimi Ramosaj që çdo herë po gjonë mundësi me në mbështet, në allojnë një përkraje so më të mirë për jo vetëm për këto, po edhe për aftë të tjerës duhet për këtë punë, i besoj që edhe komuna tjera duhet me më shembull. Sidomos, pasi sot veç është dita ndërkombëtare, duhemi paka shumë sot me ju kushtu sa ma shumë vëmendje edhe me ju mbështet. E gjithashtu, në #gjesin e gjithmonë mundohemi me pas temat tilla edhe me ju mbështet moralisht, mundemi me thonë, këto që mujmë me bo mas pakti. Kërkojmë kështu edhe prej komunave, institucioneve, me pas sa ma shumë mbështetje njerëz me aftësi kufizuar, sepse e dim që në Kosovë ka njëtën ma të vështirë. Duke fillu prej rrugëve që i kemi e lemot e problematikat e tjera. Po, me thonë drejt,
për shembull edhe parkingjet që janë pas adekuat për këto kategori që janë të reklamume për këto kategori, dhe bashkë njerëz që nuk duhet shkojnë i nëzojnë ato vene edhe nuk ish ka vonë. Mund ka do në disë raste edhe e kom lajmu policin, edhe nuk kanë pas ka me e bo kështu që po besoj që në vazhdim vitet tjera nështë ndronë kjo lloj qosje. Edhe një falenderojmë nëse për Angelina për televizion e juve që non-stop sa që une personalisht po flasë për aktivitetet e mija, gjenë ko për me na dhomë shtetje. Kjo është e pakta që na mujmë me bo, kështu që me mujtë na kemi me bo dhe ma shumë për juve, po bile paka shumë për mes kësaj interviste me përqu edhe mesazhet e publiku, kjo është edhe qëllimi unë kryesor. Edhe për këtë, po të falenderoj shumë që e patëm sot këtë lidhje direkte, se e dim që je dhe angazhu me vazhdu me aktivitetet që po të presin, po shpresoj që shumë qytetarë kanë me u bashkangjit, edhe viteve të ardhshme që shpë e përmendë dhe te kome ndryshu kjo realitet në Kosovë, edhe jeta për juve kome u bo dhe ma e letë. Shpresojmë. Faleminderit shumë e ndret, po të uroj ditë mbarë. Po besoj që piktura mund më shpas dikon fotografiti, a mund është mi pas sa ki dikon dërgu në foto. Po, e kena postu edhe sa ke folti edhe fotografin që na ke dërgu, po të karocës me piktura. Shumë falenderë, unë shpresoj që Zotim në dhëmë forës me vazhdu me sa ma shumë me bo thiri me bo një ndërgjithësim sa ma për personat, jo vetëm sot, po edhe vite tjera. Faleminderit shumë juve që ju na jap një forcë neve që me vazhdu dhe mës me u anku ka njëherë pa lidhje për gjana që ankohen për gjana banale, ndoshta e nuk e dim se qka heken njerëz tjerë, që kur ju shohim juve, edhe neve na jap një motivim shtes. E po shpresoj që edhe ju keni motivim mjaftueshëm për me vazhdu çdo ditë përpara. Shumë faleminderit. Faleminderit e ndret, ditë mbar. Mirë pafshim. Mirë pafshim, tëng.